Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech. Hapësira ku mund të flasim për zhvillimet më të fundit të botës së teknologjisë. Jemi sërish së bashku për të sjellë për ju rubrikat tona si lajmet e javës, pak histori dhe të ftuar shumë special. Pa u mburkoli të nisim me lajmet e javës. AI po bëhet një super industri globale. Kompanitë e inteligjencës artificiale si OpenAI dhe Anthropic po marrin investime rekord dhe po zhvillojnë modele gjithnjë më të fuqishme. Sipas lajmeve të fundit, këto kompani po afrohen me vlera $100 miliarda dhe po krijojnë super aplikacione që bashkojnë kërkim, kodim dhe asistent digjitale në një platformë të vetme. SpaceX drejt një prej IPO-ve më të mëdha në histori. SpaceX po përgatitet për një IPO që mund të vlerësojë kompaninë deri në rreth $1.7 trilion. Starlink tashmë ka miliona përdorues dhe po bëhet burimi kryesor i të ardhurave duke e kthyer SpaceX në një gjigant i internetit global përveç hapësirës. AI po futet dhe po bëhet pjesë e çdo pajisjeje të përditshme. Google po shton funksione të reja AI në aplikacionet e saj për fshirë video gjeneruese dhe avatar inteligjent. Kjo tregon se AI nuk është vetëm një mjet, por po bëhet pjesë e çdo aplikacioni që ne përdorim çdo ditë. Lufta për qipat e inteligjencës artificiale po bëhet globale. Kompanitë si Broadcom dhe gjigant të tjerë të teknologjisë po lidhin marrëveshje të mëdha për prodhimin e çipave të fuqishëm për inteligjencën artificiale. Kërkesa për data center dhe fuqi kompjuterike po rritet aq shumë pra sa ndikon edhe në energjinë elektrike globale. Teknologjia tani po hyn edhe në makina dhe në transport. Apple ka filluar integrimin e inteligjencës artificiale si ChatGPT në sistemin e makinave CarPlay, duke lejuar ndërveprimin mes zë gjatë drejtimit. Kjo tregon se makinat po zhndrohen në kompjuter me rrota, ku AI është asistenti kryesor. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare pas rubrikës së parë lajmet e javës dhe na ndiqni sepse kemi një të ftuar vërtet shumë special me shumë surpriza. Sot në Zona Tech do t'ju prezantojmë një nga të rinjtë që po përfaqëson denjësisht Korçën në botën e teknologjisë dhe të inteligjencës artificiale. Një histori suksesi që fillon nga pasioni dhe për teknologjinë dhe që vazhdon me arritje konkrete në skenën kombëtare. I ftuari ynë ka marrë pjesë në edicionin e parë të AI National Hackathon në Shqipëri, ku me projektin e tij Emotiva AI është renditur ndër 5 idetë më të mira në rang kombëtar. Një arritje që flet shumë për potencialin dhe për punën e tij. Për të na treguar më shumë pikërisht për këtë projekt, jemi këtu në studio me Marina Qose. Përshëndetje Marina dhe faleminderit që e pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Në fakt është hera e dytë që jam tek Zona Tech dhe në një rol ndryshe. Përshëndetje Marina. Besoj se për atë herë shpresoj të kem përfaqësuar edhe denjësisht rolin që ti ke. Ke përfaqësuar siç duhet, kështu që pa merak. Le të hyjmë pak në temë. Fillimisht na trego pak për veten dhe si lindi interesi yt për teknologjinë dhe programimin. Në fakt, unë kam parë gjithmonë teknologjinë dhe programimin si lider i së ardhmes dhe pse jo, duke qenë se ka qenë një nga ndër elementet që fokusohet më shumë drejt zhvillimit të databazave të caktuara, unë kam dashur që teknologjinë ta zhvilloj më shumë tek aspekti human. Dhe kjo më ka shtyrë më shumë që të hyj më shumë studimit të saj, por edhe ta kthej atë në 360 gradë, duke i dhënë një tjetër aspekt dhe një tjetër ngjyrim të teknologjisë. Po çfarë të shtyu që të marrësh pjesë në AI National Hackathon, sidomos duke ditur që është në edicioni i parë i tij? Në fakt, inteligjenca artificiale më ka ngacmuar gjithmonë si temë, si diçka e re dhe si diçka që dua ta zbuloj gjithmonë më shumë. Dhe të marrësh pjesë në një hackathon do thotë të jesh në sfidë me të tjerë, të jesh në sfidë me veten, por edhe në sfidë me kohën. Aq më tepër që hackathonët studimet e tyre kanë zgjidhjen e problemeve dhe duke qenë se inteligjenca artificiale po përflitet dhe po përgojose sa më shumë gjithë botën për pasojat negative që po sjell, pse mos ky hackathon të ndihmonte në zgjidhjen e atyre problemeve. Dhe nuk do të them thjesht për projektin tim, por gjitha projektet që u prezantuan në këtë hackathon kishin goditur pjesë që inteligjenca artificiale është akuzuar se po sjell probleme negative. Dhe besoj edhe të përfaqësoj faktin e anëve aspekteve pozitive të inteligjencës artificiale. Dhe në fakt është e vërtetë që po sjell shumë aspekte negative, duke qenë se po përdoren shumë dhe imazhet e njerëzve dhe gati po bëhet e padallueshme cili është realiteti dhe cili është me inteligjencë artificiale në kohët e sotme. Por besoj se edukimi që do të vijë në të ardhmen e inteligjencës artificiale do të bëjë dhe njerëzit më të përgjegjshëm.
vetëm nëse do të jenë qeveritë ato të cilat do të ndërhyjnë për të marrë masa sa më shpejt. Sepse nëse do të arrijnë inteligjencën artificiale kështu të lirë, ose pa frena, e them më mirë, do të jetë ajo e cila do të kontrollojë njerëzit të ardhmen. Kështu që është gjithmonë kontrolli dhe pse jo bashkëpunimi me inteligjencën, jo kontrolli. Që domethënë mos e lejosh ti inteligjencën të kontrollojë. Por ta kontrollojmë ne atë. As ta kontrollojmë atë, të bashkëpunojmë. E interesant. Dhe them që do të arrijnë të ardhmen nëse do të dimë si të edukojmë veten tonë një herë, por edhe të tjerët. Se po e përdorim shumë pa fre. Domethënë siç e thete ti pa frena, ashtu po e përdorim dhe ne. Në fakt, më fal Basiana, kam një fakt interesant që një nga programet e reja të inteligjencës artificiale, një nga kompanitë që është Cloud, është tani për momentin është inteligjenca artificiale më e fortë, programi më i fortë për inteligjencën artificiale. Dhe ka nxjerrë një version të ri të tij që nuk është i hapur për publikun nuk mund ta përdor, është vetëm për kompaninë Cloud dhe gjithashtu ka filluar që t'ja u jap edhe kompanive të tjera si për shembull Google me qëllim të mirë për të gjetur ndonjë problem që mund të kenë në kodin e programit të tyre dhe janë krijuar disa prompte, siç quhen, ose disa kërkesa që për shembull mund t'i thuash robotit dhe inteligjencës artificiale mund t'i thuash që ti je i bllokuar në një sandbox, në një kuti rëre. Dhe tani ti duhet të gjesh se si të dalësh. Pa i dhënë asnjë lloj udhëzimi, pa i treguar ndonjë hap që do duhet të ndjek, brenda sekondave pasi ju dha kjo kërkesë, inteligjenca artificiale arrin që jo vetëm ta thyej kodin që të dalë jashtë këtij sandbox që quhet, por gjithashtu të gjej emailin e krijuesit të kompanisë dhe pa u kërkuar nga të tjerët, ti shkruaj një email krijuar atij, pra pronarit, atij që ja bëri kërkesën për të dalë nga ky sandbox dhe për t'i shkruar mesazhin I'm out, jam jashtë, dola. Dhe kjo në fakt është shumë e frikshme po ta mendosh sepse pa u kontrolluar as pak nga askush arriti që ti bëj të gjitha vet. Ti bëj të gjitha vet dhe sidomos duke ditur faktin që ishte diçka shumë e re, e pa kontrolluar, e pa parë më parë edhe nga inteligjencat e tjera artificiale dhe vërtet tregon fuqinë e saj, deri në çfarë niveli ka arritur dhe nëse lihet e lirë dhe edhe nga publiku i gjerë, mund të ketë shumë pasoja negative dhe prandaj kompania Cloud në fakt është një kompani që i ka moralet e saj të qarta dhe të pastra dhe nuk do ta lejoj që të përdoren nga të gjithë dhe gjithashtu, siç e thash unë, vetëm në disa momente kur mund t'ja kalojnë ndonjë kompanie tjetër vetëm për qëllime pozitive, për të rregulluar diçka në kodin e tyre, që siç thanë ata, po ju ndihmojmë ne që mos ja bëjnë dëmin të tjerët. Dhe përveç kësaj, përveç këtij zhvillimi, ajo që më pëlqen më shumë tek Cloudi është që ka vendosur kufizdim, mos përdore për publik të gjerë. Po. Dhe më tepër se këto kufizime, Cloudi këtë vetë gjenerim të inteligjencës artificiale nuk e ka bërë thjesht për të gjeneruar një saktësi të kodit, por me sa di unë e ka bërë edhe për të kontrolluar dhe databazën e gjithë kompanisë së vet. Po. Gjë që e krijon kufizim që kjo inteligjencë është vetëm për një databazë ose vetëm për një kompani dhe nuk është se do të përhapen në të tjerë. Dhe kjo duhet të bëhet edhe në për government, në për shtete të ndryshme, të cilat duhet të kufizojnë që deri në këtë mas mund të përdoren inteligjencë artificiale në shtetet e tyre, ose deri në këtë mas mund të përdoren në shkollë, sepse që të ndalosh inteligjencë artificiale kjo sot është e pamundur. Është e pamundur, por unë mendoj gjithashtu që edhe sikur të ishte e mundur, mua më duket gabim që ta ndalojmë komplet. Duke ditur se është një shpikje e re, një revolucion i ri që vërtet e ka ndryshuar botën, unë mendoj se përveç faktit se ka shumë aspekte negative, ka akoma më shumë pozitive. Dhe vetëm për disa negative, disa problematika të cilat me ligje dhe me terma të rinj mund që të kufizohen, nuk mendoj se duhet bllokuar e gjitha dhe të gjitha pasojat pozitive që mund të ketë vetëm për disa problematika. Jo, dhe ta bllokosh nuk është mirë ta mendosh sepse është një bashkëpunëtor që të ka kushtuar ty gjithë ato vitet e jetës tënde që ti do ishe duke kërkuar, duke shkruar, duke krijuar,
ka ndihmuar shumë, por ama që krijon edhe shumë rrezik dhe në pjesën e prodhuesve apo krijuesve të ndryshëm, sepse të kodosh do të thotë të krijosh. Dhe vetëm sepse ajo të jep prompte të gatshme, ide të gatshme të kushtozojnë aty në krijim. Por ama, nëse ti do të kishe vetë përdorimin e trurit tënd human, të bashkëpunuar me këto tru artificial, do dilnin produkte 100 herë më të bukura, por edhe më me afeksion për audiencën e gjerë, sepse nëse ti thjesht fokuson gjithë krijimtarin në një tru artificial, sërish ajo do të jetë shumë e ftohtë, do të jetë shumë boshe në idenë që do të përfaqësonte. Unë mendoj se nëse i qëndrojmë idesë që duhet bllokuar inteligjenca artificiale, thjesht po kthehemi pas në kohë. Është një shpikje që vërtet revolucionare që ka sjell shumë gjëra pozitive dhe për mendimin tim vërtet do ishte një kthim në vend që të evoluonim, vërtet një gabim i madh. Po. Dhe pas kësaj bisede të inteligjencës artificiale, kthehemi tek eksperjenca jote gjatë hakathonit. Çfarë e bëri atë të veçantë për ty? Në rreth para bëri të veçantë ideja që përzgjodha të përfaqësoja atje problematika që duhet të zgjidhja. Bëhet fjalë për Emotive AI, siç e përmendët ju, një ekosistem holistik do ta quaja unë, e cila bën kurim të stresit nëpërmjet kromaterapisë, terapisë me ngjyra dhe muzikoterapisë binaurale në frekuenca 1500 Hz, e cila ndihmon në ruajtjen e një gjendje stabil, të themi, nëse ti je në një gjendje humori dhe uljen e hormonit të stresit, që në momenteve të stresit apo të panikut. Dhe zhvillimi i idesë të fakt, duke i shtuar dasta paranteze që thash pak më parë, erdhi sepse unë vëzhgova dhe pash që problematika e njerëzve më shumë ishte mungesa e trajtimeve psikologjike të specifikuara në bazë të rastit të personit dhe ato radhë të gjata apo të kushtueshme të terapive apo sesioneve terapeutike. Dhe e gjithë kjo, pse mos të bashkojmë dhe me inteligjencën artificiale dhe kështu lindi dhe Emotive AI. Dhe kjo ishte, le të themi, pjesa më e bukur përpos gjithë asaj kërkim, shfletim, bibliografive shkencore, të cilat e bën më të pasur emotiven. Dhe kjo edhe pikërisht që mendja njerëzore bashkëpunojnë me mendjen artificiale për të nxjerrë këtë produkt, e cila nuk duket ta qeftot, sepse nëse do të rihej në dorë inteligjencës, ajo thjesht do të bënte një sesion informativ, e cila do të ishte si një sesion që sikur ti lexon një lajm në një faqe mjekësore ose në një faqe as të licencuar nga aspekti mjekësor, dhe nuk është do të kishte atë efekt që ka duke u bërë nga një mendje njerëzore, sepse duke u bërë nga mendja njerëzore, ajo jepet atë afeksion ose atë ndjenjë humane që kërkon të shoh tjetrin mirë. Por si funksionon konkretisht Emotive AI? Emotive AI kalon në disa hapa, kalon si fillim në një face analysis, në një fytyrë të analizë të fytyrës, duke bërë analizë mikrofaciale, që të thotë dhe një lëvizje e veçantë e gojës ose e hundës e syve mund të ndryshojë komplet rezultatin. Dhe kjo është ndonjë diku problematika që ka Emotiva, por duke mos u qenë kaq e saktë, thonjsa, mund të bëhet që të ndjek një analizë faciale më jo kaq të detajuar. Dhe pas kësaj ajo kalon automatikisht një sesion terapeutik, e cila bëhet nëpërmjet kromaterapisë, breathing in, breathing out, të pushimit frymarrjes dhe muzikës binaurale. E gjitha kjo më pas mund të kombinohet me funksione të tjera që më bën Emotiva, siç është sesioni imersiv, ku sipas studimeve të kryera nga shumë specialistë të fushës, aktiviteti fizik ndikon në uljen e stresit dhe duke patur një sesion imersiv atje, duke bërë ushtrime, ajo si të thuash të ndihmon edhe në aspektin e mbajturit të trupit në një gjendje aktive. Kombinime të tjera që Emotiva ofron është chatboti, patjetër. Chatboti duke qenë se personi që do ta përdorë supozohet në një gjendje stresi dhe ankthi, përmban prompte të gatshme që i përshtaten pothuajse, sepse deri tani Emotiva është fazë demoje, pothuajse të gjitha gjendjeve të stresit. Kjo duke u bashkuar edhe me një sesion SOS, i cili duke mbatur buton SOS për 3 sekonda, të ndihmon ty duke përçuar një sinjal automatik ndihme te kontaktet e besuara, e thënë të quajtura nga aplikacioni kontaktet e besuara, që mund të jenë 4 dhe 5 kontakte e tua më të afërta, që ti e di që të kesh aty për ndihmë. Këto edhe shumë të tjera, Emotiva ofron gjithashtu edhe një analizë të plot në bazë të historikut, të grafikëve, të mënyrave se sa shpesh ti ke matur, ato ofron edhe një dietë, një well-being plan, e cila, si të thuash, nuk zvendçon atë që ti do të kishe një këshillë me mjek, por në fakt, në ato momente krize që ti duhet patjetër një ndihmë, është një asistent shumë i mirë.
Por dua ta theksoj ta citoj edhe një herë, emotiva nuk zvendçon absolutisht funksionin e një mjeku. Sepse një mjek do të kuptojë dhe gjendjen tënde të vërtetë, sepse emotiva është shumë skematike, ose në fakt vetë inteligjenca është shumë skematike në mënyrën se si kthen përgjigje ose se si ndërvepron me personin. Por mjeku do të jetë ai i cili do të jap atë diagnozë të vërtetë. Po. Shumë interesant në fakt si aplikacion dhe mua më vjen mirë që shumë të rinj po shkojnë drejt aplikacioneve që duan t'ju vinë në ndihmë njerëzve për çfarë do lloji arsye. Po, pikërisht, sepse të rinjt vërtet që janë shumë të lidhur me teknologjinë ditën e sotme dhe vërtet duan që të mësojnë më tepër për të ta zhvillojnë më tepër, por më duket shumë e bukur fakti që përveç pjesës së teknologjisë po zgjedhin që ta mësojnë dhe ta përmirësojnë atë duke lidhur drejt për drejt me njeriu, dhe drejt për drejt në këtë rast kryesisht me psikologjinë e njeriut, që mendoj se është një temë jo aq e prekur dhe vërtet një ndihmës siç e the ti me këtë aplikacion. Siç e thatë Marina, normalisht që nuk mund ta zvendçoj doktorin ose psikologun e vërtet, por mendoj se është vërtet një ndihmë shumë e mirë në një moment të errët, të shkurtër, stresi ose ankthi. Ne konkretisht kemi në fakt edhe një video që na tregon për emotiva AI, për mënyrën se si ajo funksionon, dhe vërtet besoj se do jetë ndihmuese për të gjithë dëgjuesit. Marina, ti e the që emotiva AI është akoma në fazën e saj demo. A mendon se do ta çosh atë më tepër që ta sofistikosh akoma më shumë si një program? Po, patjetër, i gjithë zhvillimi i aplikacionit po shkon akoma më tej, jam në kontakte me persona të fushës, qoftë psikologjisë dhe psikoanalizë, qoftë edhe të IT-s, edhe inteligjencë artificiale, për ta çuar jo vetëm në një stad më lart, por dhe pse jo tani se një startup timi personal. Në fakt, për sa i përket AI Hackathon, të gjitha projektet kanë qenë të realizuara në grupe, me sa di unë. Dhe më duket diçka e veçantë që ti zgjodhe që ta ndërmerrje vetë, ta krijoje vetë këtë projekt. Pse pikërisht e zgjodhe këta projekte? Në fakt, inteligjenca artificiale janë një prej aspekteve pozitive, të gjitha ato AI toolsat sot kanë arritur të bëjnë ty një grup vetëm me veten tënde. Është grupi më i madh, më i fuqishëm që mund të organizosh. Me inteligjencën artificiale mund të krijosh një kontente të ndryshme vetëm për një aplikacion, dhe vetëm në pak sekonda dhe në pak minuta. Gjë që nëse do të ishte në grup, do të kishte vështirësi koordinimi, vështirësi të koordinim të GitHub-eve të ndryshme, gjë që, si të themi, do ta komplikonte më shumë procesin. Ndërsa duke qenë grupi më i madh ky i AI toolsave, të ndihmon ty për ta krijuar aplikacionin dhe më pas timën njerëzore e kthen atë sa më afër njeriut. Sa kohë të mori ky si projekt, në cilat ishin sfidat që hase, se padyshim besoj që ka pasur sfidat e veta. Sfidat e para kanë qenë si fillim koordinimi i asaj çka doja të bëja, pra në ndihmë të publikut, të audiencës, dhe ajo që kërkonte hackathoni AI. Pra do gjej një lidhje mes AI dhe kësaj që doja unë të tregoja vërtet. Sfida tjetër ka qenë më pas tek se si do të renditje të gjitha gjërat. Pra kisha një mori idesh në kokë dhe si do të gjeni një logjik mes tyre, pra që mos dukeshin thjesht i bloqe të vendosura, por të kishte një lidhje logjike mes tyre. Dhe e gjitha kjo le të themi solli emotiven. Emotiven pas sfidë ka patur lançimin e saj, se si do të pritej, se si do të pranohej, do të quhej si një AI që thyen privatësinë, thyen tabu të shoqërisë, apo do të ishte një aplikacion që do të pranohej nga shoqëria. Dhe duke menduar shoqërinë, atë gjë solli edhe hackathoni. Dhe si u prit konkretisht? Unë besoj, pa e ditur, besoj se kishte nga të dyja palët. Edhe ata që mendonin se ndoshta e cënonte pak privatësinë e individit, ndoshta edhe ata që e shihnin si diçka shumë pozitive. Si ishte në realitet? Mbase në konsciencën apo subkonsciencën e tyre antar teorisë mund ta kemë menduar këtë gjë, por u shpjegua fare qartë që AI përdor është lokal tek emotiva dhe e gjitha ata baza asaj fshihet automatikisht pasi personi ka mbaruar sesionin. Pra e dhëna në nivel statistikor mbetet, por fytyra, zëri nuk ruhen dhe gjithë kjo bëhet që nëse do të ardhë një hakim i sistemit, aty ai nuk do të gjejë asgjë. Po. Dhe nga juria është pritur shumë mirë në fakt, sepse nuk ekziston një platformë e tillë që kombinon qoftë kromaterapinë apo muzikoterapinë me AI, por edhe ky sistemi kaq i detajuar, ky ekosistem kaq i detajuar i psikoanalizës dhe AI-t.
Në fakt është e vërtetë që të gjitha aplikacionet kanë këtë dyshimin e privatësisë dhe a duhet ta përdorim apo jo, kështu që besoj se ajo do ekzistojë gjithmonë. Po. Në dyshimet e skepticizmi ka qenë gjëna antikitet. Si përjetove momentin kur shpallët në top 5 projektet më të mira në Shqipëri? Pse ta fshej, ka qenë kënaqëri. Në radhë të parë, kënaqëri për vlerësimin e punës, por edhe që ai vizion që kërkoja të përcoja më së miri tek jo vetëm tek juria, por edhe tek audiencë, sepse shikoja plot të rinj të tjerë që ishin atje, që kishin radhë pas meje për të prezantuar projektet e tyre, që i vëllon ta përdornin. Dhe mbaj më ka qenë një djalë nga Vlora që më ka thënë, nuk e di, por sa po e përdora fillova të ndihesha më i lirë, sepse ishte radhën për të prezantuar pas meje dhe ishte akoma në stres. Dhe nuk e di mbas ka qenë dhe bingoja që unë bëra në prezantim, që thash që kush do që ka prezantim pas meje mund ta përdore motiven. E vure pak në punë fara. Mbase nuk e di, ishte thjesht një fjali spontane që merri në ato momente, por ja që tori që ishte e vërtet dhe opinioni që marrë dhe nga vetë konkurrentit e tjerë ishte shumë pozitiv, një feedback shumë pozitiv. Ne me Elenën mund ta përdorim këtë dhe të gjithë. Patjetër, Emotivaja mund të gjetë fare lehtë në Google duke bërë emotivaassistent.com dhe mund të jeni aty brenda në gjatë imersivitetit që ofron Emotiva. Pra faqja është e hapur për të gjithë momentalisht. Ndodhet në Google duke bërë search. Mund ta provoni, është në çdo moment dhe mbi të gjitha është free. Kështu që kjo është shumë në fakt, duke kërkuar të bëj një startup, mendoj që mund të kemi dhe opsione që mund të jenë premium me pagesë. Disa gjëra që janë të avancuara normale. Por që shfrytëzoni rastin sa keni falas. Se e kuptueshme. Marino, si ke fituar ti gjithë aftësitë tua teknologjike, pra qoftë në inteligjencë artificiale, qoftë në programim, në kodim? Mund të duket e çuditshme, por nuk kam ndjekur asnjë kurs. E ka qenë gjitha autodidakte. Pra, thjesht hyr diku. Pyetja ime në fakt ishte shumë me qëllime personale. Ka qenë thjesht hyr në një aplikacion, hyr në një website, hyr në një, nuk e di, një rrugë që është plot kuriozitete dhe kliko këtu, kliko atje, nuk vajti këtu, po provoj këtë gjë tjetër, gjithçka e kam lënë provës dhe se si të shkoj kjo, po si të shkoj kjo tjetra. Atë është dashur shumë kohë që ti fitosh këtë aftësinë të vërtetë. Do, në fakt, sepse nëse di diçka funksionoi në fillim, por nuk të funksionoj herën e dytë, kështu që çka njëri fitove nga prova e parë mund të bie në provën e dytë. Ne në fakt kemi folur për shumë personazhe që nuk kanë ndjekur asnjë lloj kursi dhe në kohët më të hershme dhe prap kanë arritur të bëjnë shpikje që kanë thënë ndryshim për kohën e për botën, kështu që Marino të përgëzoj. Faleminderit. Çfarë do të thonë për ty këto arritje në fazën e jetës tënde? Në fakt është një vlerësim i besueshmërisë dhe i forcës që unë kam për të ndryshuar botën. Do thoya, jo thjesht për mburit për veten, por më kam bërë të kuptoj që vetëm nga një ide e vogël mund të lindë diçka e madhe që mund të shërbëjë jo vetëm një komuniteti lokal, siç mund të jetë në Korçë apo në Shqipëri, por edhe një komunitet ndërkombëtar. Marino, si ndikoi kjo eksperiencë në besimin që ti ke tek vetja dhe tek idetë tua për të krijuar diçka? Sa po e thash, bërë një rritje të besimit në vete në nivele maksimale, sepse duke qenë në konkurs gjithmonë janë këto frikrat që ose do dalë, nuk do ta pëlqejnë, mbas mund të ndodhë diçka gabim, por në fakt merrti besimin dhe muri nivelet e atij skepticizmit që pse ta fshem ndonjëherë më rrethon shpesh. Na rrethon të gjithë, dhe jo vetëm ty, kështu që por e rëndësishme është ta ndërmarrim atë hapin e parë që hapi i parë është më i vështirë, po dhe më i rëndësishme. Në fakt për të marrë pjesë në këtë hakathon ka qenë shumë e vështirë, sepse ishte një periudhë kur isha me plot angazhime, qoftë në shkollë, qoftë angazhime personale. Dhe prap nuk e di se kisha një ndjenjë për brenda që ore do ta bëj se s'bën. Dëgjoni ndjenjën e brendshme gjithmonë. A e shikon këtë si një hap drejt në karrierë në teknologji apo do të merresh me diçka tjetër dhe teknologjia të ngelet thjesht si pasion? Tani është shumë e vështirë them të vërtetën, sepse duke parashikuar një të ardhme ku AI dhe inteligjenca dhe teknologjia do të jenë lider të tregut botëror, patjetër që është një ndër planet e mia të para.
por nuk do të thojmë që i kam dhënë aq prioritet sa mund të kem një karrierë tjetër në shkenca politike apo edhe në disiplina spektakli. Edhe madje edhe kjo të shkon. Lidhen shumë me njëra tjetrën. Po, bëj që të dyja, po të kesh mundësinë. Dhe ose ajo që unë dhe parashikoj për të ardhmen, nuk e thënë dhe pak më parë që kjo inteligjencë, nëse nuk merre masa, mund të krijojë probleme për krijuesit, për ne që prodhojmë. Qoftë në art, qoftë edhe në pjesë të tjera. Dhe ka menduar që të gjejë një lidhje mes ose këtyre të dyjave dhe AI-t, ose fushës së artit dhe AI-t. Të jetë një disiplinë e re që mund të lidh arti dhe AI në bashkëpunim. Por unë ta siguroj që arti nuk do të zvendësohet nga inteligjenca artificiale. Ne themi gjithmonë kështu se jemi pak kështu kritike ndaj artit. Edhe pse nuk është se merremi shumë me art, por na pëlqen më shumë ajo ndjesia që merr kur e ke artin. Më mirë një gabim i bërë nga dora e njeriut se sa diçka perfekte në tonë në një lloj mënyre, por në fakt mund të bëjmë një krahasim në një pikturë të bërë me AI, nuk po themi fotot që bën ChatGPT-ja. Po, absolutisht. Po dhe AI që kanë arritur të bëjnë piktura të riprodhojnë Mona Lisën më mirë se çka bër vetë Leonardo, ja. Por ajo pikturë duket që është shumë e ftohtë, nëse do të shkojë bukurinë e Mona Lisës që kanë sjellë Leonardo, ja e sjell me shumë finesë. Nuk të jep asnjë lloj emocioni, asnjë lloj ndjesie kur e sheh diçka. Ndjesia që të jep Mona Lisa, se unë e kam parë dhe vet, është komplet tjetër gjë nga ajo çfarë mund të shikosh në ekran. Domethënë sa do perfekte që mund ta ketë krijuar dhe kështu nuk. Dhe ajo saktësia e tepërt nuk është se sjell diçka vetëm se mund ta bëj diçka më të ftohtë. Unë mendoj se ajo çfarë mund të quajmë perfeksion është më tepër imperfeksion. Është ajo se çfarë mund t'i heq bukuri diçka që mund të ishte perfekte për syrin e njeriu. Po është edhe diçka tjetër që për shembull, meqense se morëm Mona Lisën si rast konkret, ka dhe historinë nga mbrapa të një njeriu shumë të famshëm. Misteri Mona Lisës vazhdon. Misteri do vazhdoj gjithmonë dhe nuk ka për të zgjidhur ndonjëherë. Rastësisht është të pyesësh inteligjencën se ç'mendon për misterin e Mona Lisës. Madje ishte edhe diçka që kudo që shkoje, ajo të ndiqte me sy. Domethënë në dhomën ku ishte ajo, të dukej sikur ajo po të shikonte vetëm ty dhe domethënë është e krijuar në atë mënyrë shumë kështu dhe mendoj që ndoshta dhe historia që ka dhe mënyra e krijimit e bën atë më të veçantë se sa nga inteligjenca artificiale. Besoj se për shumicën e njerëzve, në momentin që shohin një vepër arti, nuk fokusohen vetëm tek ajo se çfarë shikojnë. Por gjithashtu janë shumë kurioz të dinë se si u krijua, kur u krijua, kush e krijoi, si ishte gjithë procesi dhe cila mund të ishin ato gjërat interesante, gazmore ose edhe problematika që mund të kenë ndodhur gjatë krijimit të asaj vepre. Dhe unë mendoj se prandaj quhet art. Dhe më fal, edhe për Guernicën, derisa u arrit që të bëhej e madhja, në muze ishin të skicat e para që kishte krijuar autori, derisa arritin ajo e plota dhe ti shikosh ato nga çfarë ka nisur dhe çfarë ka arritur prap të lë një mbres më. Po, dhe në momentin e një murale për shembull, nëse është diçka që një person ka ndenjur aty me orë që ta pikturojë, të mundohet të jep komplet ndjesi tjetër nëse është e bërë nga njeriu, ka marrë kohën dhe përkushtimin e saj, se sa një wallpaper që mund të jetë krijuar dhe printuar nga inteligjenca artificiale dhe ti thjesht e ke ngjitur në mur atje. Sa do e bukur të jetë ajo. Sa do e bukur të jetë nuk e arrin dot. Ne bëhemi edhe të gjithë artistë, është problemi me inteligjencën artificiale. Do ta konfirmoj të gjithë sepse himni i shkollës tonë është bërë me inteligjencë artificiale dhe kam qenë unë që e kam bërë dhe kur e kam përfunduar kam thënë ua pse ditë kam të jem dhe kompozitor. Pikërisht. Ti në të njëjtën kohë ke qenë pak dhe këngëtar. Zbulon talente të reja gjatë rrugës. Marino, ti ke qenë pjesë e Code for Albania. Si ka ndikuar kjo eksperiencë në zhvillimin tënd? Në fakt Code for Albania kalova thjesht vitin e parë atje, më përsin 2 vite që mezi pa presti filloi, sepse është një eksperiencë shumë formative dhe shumë e vlefshme për sa i përket kodim programimit. Përveç faktit që aty janë nxënës nga gjithë Shqipëria, të cilët vinë në Korçë dhe socializojmë me njëri tjetrin, por promovojmë edhe Korçën gjithashtu, është fakti që edhe aty studiohet shumë zgjidhja e problemeve përmes teknologjisë. Domethënë në çdo workshop apo trajnim që kam marrë pjesë, po vërej gjithmonë më shumë se zgjidhja e problematikave që na rrethojnë vërtet, po jepet më shumë duke përdorur teknologjinë.
Në fakt, vitet e fundit, sidomos këtë vit të fundit, Korçës i është dhënë vërtet shumë zë për sa i përket teknologjisë dhe arritjeve të nxënësve të saj dhe vërtet mendoj se po kthehet në një krenari për të gjithë Shqipërinë, sepse edhe tek AI National Hackathon që ishte edhe Marinoja, e para punës Marinoja është korçar për vete dhe mori një çmim, por dhe disa prej çmimeve të tjera me sa di unë kanë qenë prej grupeve nga gjimnazet e Korçës. Një tjetër nga gjimnazi ku më them se klikër me një ishte çmimi i tretë. Po. Ishte një analist Face ID. Po. Që u vlerësua, por edhe një grup nga Kolegji Preka. Nga Kolegji Preka ishte çmimi i publikut, mos gaboj. Jo, ishte çmimi i AI Hub Albania për zhvillimin përfundimtar të projektit. Po. Në fakt ne kemi pasur dhe shumë të rinj të ftuar në emision që kanë për vërtet produktet e tyre dhe janë të vlerësuar goxha, kështu që mua më vjen mirë që vazhdojmë dhe kthehemi në krenari, siç e tha dhe Elena, jo vetëm ju nuk keni krenari vetëm për qytetin, por edhe për të gjithë Shqipërinë, sepse vërtet është treguar një interes shumë i madh. Dhe përveç interesit dhe një përkushtim shumë i madh, sepse interes mund të kenë të gjithë, po jo të gjithë e kanë atë disiplinën ose motivimin për ta realizuar vërtet atë se çfarë ata dëshirojnë ose mendojnë. Marino, si lindi ideja për të krijuar një lojë në Python të lidhur me Harry Potterin? Na trego pak më shumë. Kjo në fakt ishte projekti final i vitit të parë në Code for Albania. Dhe të them të vërtetën, loja e Harry Potterit lindi nga një dashuri e çmendur që kishim ne gjithë si grup për këtë karakter. Nuk e dija, pra kjo të bën Code for Albania që zbulon edhe çfarë preferencash kanë gjithë anëtarët e grupit. Dhe përveç faktit që jemi fasat të çmendur të Harry Potterit të gjithë, zgjodhëm ta festonim dhe 25 vjetorin e prodhimit të filmit të parë të Harry Potterit nëpërmjet kësaj loje. Dhe në fakt ishte një kod në Python i cili solli një lojë shumë interaktive dhe shumë të bukur për sa i përket Harry Potterit. Ishte një lojë bazike, thjesht Harry Potteri i cili supozohet dy lufton me ata magjistarët e Greqinës, ose siç i kishin quajtur ne për ta bërë sa më friendly aplikacionin Bad Guys. Solli në fakt dhe një impakt dhe një impresion shumë të mirë edhe nga vetë organizuesit e Code for Albania. Sa e vështirë ishte ta realizonit këtë projekt në grup, se ti përmendej që e ke ndoshta edhe pak më mirë të punosh vetë në grup. Kam patur për të punoj edhe vetë në grup, por ndryshe është satisfaksioni që merr nga puna vetë, ndryshe është nga ajo që merr në grup. Vështirësi ka patur sepse në grup jemi 3 persona nga Korça dhe një që është nga Peshkopia, nga Dibra, dhe kontaktet, largësia bën të vetën. Pikërisht çfarë mësimesh more gjithashtu. Dhe mësim patjetër, bashkëpunimi, koordinimi, disiplina janë çështje suksesi për një projekt të suksesshëm. Sa rëndësi ka kreativiteti sipas teje në programim? Shumë. Në fakt, duke krijuar një aplikacion apo një program, ti ke gjithmonë në qendër njeriu dhe duhet të jesh sa më empatik, sa më afër atij që të dish çfarë do të atij për të krijuar. Dhe duke parë njeriu si shtyllën kryesore të krijimit, ti e vendos dhe mendjen tënde në punë për të krijuar atë që do të krijosh në aplikacion. Aktualisht je duke punuar edhe për një projekt të ri për sa i përket ICT Clubs. Çfarë mund të na tregosh ose më saktë a mund të na tregosh diçka për këtë projekt? Në fakt është viti i dytë që marr pjesë tek ICT Clubs dhe në fakt do të bëj edhe falënderim për Korça Innovation Hub që organizon hackathon të tipit që jo vetëm të bëjnë ty të jesh të grup me njerëz të ndryshëm, me njerëz që mbase nuk i njeh thjesht do bësh grup se duhet të jesh numër i caktuar grupi për të marrë pjesë, por dhe kjo është e bukur se bësh pjesë e një hackathoni me një person që nuk e njeh dhe rastësia ka treguar që në shumicën e rasteve të kanë gjitur punat që ti ke bërë me atë person. Dhe përveç se një njerëz të ri ke edhe mundësinë të guxosh atje, sepse e tham hackathonët të kanë synim të zgjidhësh problemet dhe të guxosh. Dhe Korça Innovation Hub po kthehet jo vetëm në hapësirën e teknologjisë, por edhe në hapësirën e shtyrës dhe iniciativave për të rinjt. Sa e përket idesë të këtij viti, jo se nuk do ta thoja, por jemi ende të pavendosur. Kemi diskutuar me mira ide. Nëse do të shkoni në chatet e grupeve tona në WhatsApp janë pafund, bëjmë këtë, bëjmë atë, pas se bëjmë këtë gjë tjetër, do ta vlerësojë Oria, sot të vlerësohet kjo në komunitet. Pra sepse që të marrësh pjesë në një hackathon nuk është thjesht një kompeticion i thjesht teknologjie, është një sistem i gjithë, një platformë e plotë e cila shikon që nga vetë personi që merr pjesë deri te komuniteti më i gjerë.
Marina, është e mundur që të marrësh pjesë në këto kompeticione të tilla pa patur edhe shumë informacion për sa i përket teknologjisë, thjesht të kesh dëshirën e mirë për të mësuar? Nëse do të ma bëje këtë pyetje para 3-4 viteve, do të thoja jo. Sepse nuk do të ishte e mundur. Ndërsa ndërkohë që po më sot, po të them po, sepse vetëm me një AI tool mund të bësh çfarë do gjë që të mundesh, çfarë do gjë që të duash dhe ta kuptosh atë që bën. Po se ndoshta edhe para 4-5 viteve, siç e përmendë ti, ndoshta nuk ishte edhe teknologjia kaq shumë e zhvilluar sa që sot. Po dhe nuk ishte aq shumë interes, do thoja unë, tani është shtuar më shumë ditët e fundit. Unë jam vetë ai personi që stepem në fakt, kam shumë dëshirë që të marr pjesë në kompeticione të tilla, por stepem duke patur idenë që nuk di mjaftueshëm për të bërë pjesë. Po problemi është që ta nisësh. Po, duhet ta marrësh një hapin. Po. Mos e shikoj gjithmonë që nuk e di. Do gabosh pa do më thash. Është një shprehje që populli jonë ka thënë shumë vite më parë. Por do shikosh, do gabosh, do mësosh dhe do të kesh një asistent në krah. Dhe një grup që më do. Problemi është që ato gabimet mos të stepin dhe thua, okay, bëra gabim tani nuk do e vazhdoj më. Po. Duhet ta vazhdosh dhe të thuash që jo, të kumunguli është Elena. Në emotiva ka patur shumë momente që unë për shembull një funksion në shkonte mirë dhe doja ta lija, por thjesht fakti i synimit, sepse kur unë ja ka thonë edhe me një synim të qartë që dua të kesh sukses, dua të kem sa më shumë feedback pozitiv, duke i vendosur edhe vetë synimit, është ajo që të gryen për brenda që ti gjithmonë të jesh në luftë me veten. Marino, seriozisht të kërkoj që në çdo projekt që ti jesh ti, ta thrasësh dhe një shoqën tënde. Marino merr edhe fute pak në rrugë të drejtë. Domethënë, po sa të nisë, pastaj e merr vetë. Cili është mesazhi ju që do t'i jepje bashkëmoshatarëve që don të futen në botën e teknologjisë? Mua. Ja, në rast konkret. Guxo, krijo, vepro. 3 fjalë. Guxo sepse thjesht ajo është që na mungon të gjithëve, të guxojmë, të marrim një forcë të brendshme të vetes tonë për të guxuar dhe për të ndryshuar botën. Thjesht mbaj në mendje fjalën dua të ndryshoj botën. Unë mund ta ndryshoj botën, jo dua, por unë mund ta ndryshoj botën dhe këtu ti ke një guxim që nuk ka asgjë vetë nga të vjen, është mënyra se si është ndërtuar që njerëzore, në ndjenjën e saj të brendshme dhe në subkonsciencën e saj të brendshme, e cila të del gjithmonë përpara në momentet kur ti e manifeston veten tënde si ai person që do ndryshoj botën. Të krijosh më pas vjen vet, të krijosh të veprosh pastaj vjen vet. Thjesht duhet guximi, por që të marrësh krijimin dhe veprimin është pak rrugë gjatë. Kështu që Elena guxon dhe të gjithë ju që po na ndiqni. Po. Duket sa ka një kualitet formati unë guxoj, por jo, realisht nëse do të guxoni do të jeni ju ata që do të jeni liderat e së ardhmes. Dhe duke guxuar më pas krijimi bëhet më empatik, bëhet më i thellë dhe ju nuk të duket se po hyni shumë thellë, se po lodheni shumë në atë që po bëni, sepse po e bëni duke marrë vetë pjesë në atë lloj gjëje. Dhe më pas veprimi vjen, ju shikoni gjithë atë feedback pozitiv që merrni nga ai veprim që keni ndërmarr dhe nuk stepojnë, nuk ndaloni thjesht në atë moment, por kërkoni më shumë më pas. Kështu që është ajo që ti fasjan, sa ta fon në rrugë të drejtë këtë dhe pastaj do të rritet vetë. Aq duhet, pak vetëm piknisja. Marino, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit sot dhe të urojmë shumë sukses edhe në projekte të ardhshme që ti do të kesh. Ne shpresojmë të kemi dhe prapë të ftuar për projektet e tua. Shumë faleminderit dhe ju, është kënaqësia ime që të isha pjesë e Zonatech, si në platforma që realisht jo për t'ju thënë dhe platformat e tjera dhe vetë Shoqortës, por si në platformat më të sjedhura sa i përket teknologjisë, sepse janë trajtuar në shumë platforma të Shoqortës, por Zonatech është ajo platforma që trajton më të teknologjinë dhe bën i mirë në fakt që trajtoni këtë bashkë me redaktoren tuaj përgjegjëse që gjëra si ta përshëndes dhe ta falenderoj që ju koordinon kaq mirë dhe që zgjidh gjithmonë tema që janë aktuale të teknologjisë, jo vetëm për të afruar të rinj, por edhe të mbajtur të updateuar gjithë shoqërinë koçare. Shumë faleminderit për vlerësimin, e vlerësojmë absolutisht shumë. Ishim me Marino Qosen duke folur për projektet e tij në lidhje me teknologjinë. Shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi me rubrikën e radhës. Na ndiqni. Tani që kemi hedhur një sy mbi të tashmen, është momenti të kthehemi pak në të shkuarën dhe pikërisht këtë e bëjmë në rubrikën pak histori. Dhe pikërisht sot do të flasim për hakerët.
Hakerët e parë një histori, pra nuk kishin as pak kuptimin negativ që ne ju vendosim sot. Në fillim, gjatë viteve 1950-1960, ky term përdorej pra për të përshkruar njerëz shumë të aftë në teknologji dhe programim, të cilët kishin një mënyrë të veçantë të menduarit dhe po ta mendosh, thellë kanë pasur të drejtë sepse që të jesh një haker duhet të kesh shumë aftësi teknologjike për ta hakeruar ku diun kodin apo një program. Sepse nuk mund ta bëjë çdo kush që përdor teknologjinë. Po, dhe në atë kohë termi haker në fakt kishte një kuptim komplet ndryshe, do ta quaja unë në krahasim me ditët e sotme, sepse në vend të konotacioni negativ që ne mund t'i vëmë ditët e sotme, ata kishin një qëllim pozitiv për të rregulluar sistemet kompjuterike. Pavarësisht se tani është pak më shumë për përfitimet e tyre personale, ndoshta deri diku ose në kompanive. Është një ndarje që quhen haker të zinë dhe të bardhë, dhe të bardhë janë ata pozitivët që janë të punësuar në mënyrë të ligjshme nga kompani të ndryshme për të rregulluar problematika që mund të ketë në kodet e programeve, dhe me gjuhën e zezë klasifikohen ata që nuk janë të punësuar, nuk janë të ligjshëm dhe thjesht kanë qëllime negative për sulmime të ndryshme kibernetike. Pra dhe si që tham, ata nuk ishin kriminal, si që mund të themi ndryshe, por eksplorues të sistemeve kompjuterike që kërkonin të kuptonin pra se si funksionojnë gjëra deri në detajin më të vogël. Pra për ta hakerimi ishte arti i zgjidhjes kreative të problemeve që mund të hasnin në teknologji. Një nga vendet në fakt ku lindi kjo kulturë ishte Instituti i Teknologjisë në Massachusetts, MIT në SBA. Aty ku studentët dhe studiuesit punonin në kompjuteret e parë që ishin shumë të mëdhenj, të ngadalë dhe të vështirë për të përdorur. Këta studentë filluan që të krijonin mënyra më efikase për të përdorur sistemet, duke modifikuar kështu programe dhe duke testuar kufijtë e teknologjisë. Në këtë ambient lindi edhe kultura e parë e hakersave, ku aftësia teknike dhe kreativiteti vlerësoheshin shumë më tepër se sa thjesht rregullat formale. Në këtë periudhë, fjala hak nuk nënkuptonte sulm, pra por një zgjidhje të zgjuar dhe jo të zakonshme për një problem teknik. Një hak mund të ishte një program i thjeshtë që bënte një detyrë të shpejtë ose një mënyrë e re për të kontrolluar një sistem kompjuterik. Kjo është arsyeja pse hakerët e parë shpesh konsideroheshin pra si inovator dhe jo si një kërcënim që mund t'i shohim sot, sepse sot hakerët janë si kërcënim për gjithë botën teknologjike dhe çfarë ka të bëjë me të, dhe madje dhe në Shqipëri para disa vitesh që dolën nga hakerat sistemi i pagave i të gjithëve dhe targat e makinave. Ishte nga hakerat, por kjo sjellni një dëm, si të thuash, në jo vetëm në qeverinë e Shqipërisë, por dhe në të gjithë popullsinë, sepse ishte cënimi privatësisë, po. Në vitin 1970, në fakt, u shfaq një fenomen tjetër, shumë interesant që lidhet me historinë e hakerimit, i quajtur phone phreaking. Kjo ishte një formë e hershme e manipulimit të sistemeve telefonika, ku disa individ zbuluan se mund të përdornin tonet zanore për të kontrolluar rrjetin telefonik dhe për të bërë edhe thirrje pa pagesë. Kjo nuk kërkonte kompjuter modern, por njohuri teknike thjesht mbi mënyrën se si punonte funksiononte sistemi telefonik. Dhe një nga figurat më të njohura të kësaj kohe ishte Johnny Draper, pra i njohur me nofkën Kapiten Crunch. Ai zbuloi se një fishkëllim që gjendej në disa kuti drithërash prodhonte një ton që përkonte me sinjalet e sistemit telefonik. Pra, duke përdorur këtë, ai dhe të tjerë si ai arritën të eksperimentonin me rrjetin telefonik dhe të kuptonin më thellë se si funksiononte ai. Edhe pse në fakt disa nga këto veprime ishin në zonën gri ligjore, pra ishin të ndaluara, ato ndihmuan në zbulimin e dobësive të sistemit asaj kohe, pra që ishte një ndihmës shumë e madhe, sepse u zbuluan dobësitë, por ishte në të mirë në këtë rast. Në vitet 1980, me përhapjen e kompjuterëve personal, hakerimi filloi që të merrte kështu një drejtim tjetër. Tani më shumë njerëz kishin akses në kompjuter dhe filluan që të shfaqeshin grupet e para të hakerëve që eksploronin jo vetëm për kuriozitet, por edhe për të hyrë në sisteme pa leje.
Kjo periudhë shënon fillimin e ndarjes së qartë mes hakerëve etik dhe atyre që përdorin aftësitë e tyre për qëllime të paligjshme, siç e përmenda edhe unë që ndahen në dy lloje. Dhe madje në ditët e sotme janë më shumë këta të paligjshmit, Po. me çka më vënë në re, dhe shumë sulme vinë edhe nga lindja e mesme në fakt. Po, Se mendoj që këtej nga perëndimi ndoshta janë më ligjor deri diku. Me të nuk do ta dhënat e- thoja. Po. që kemi. Në këtë kohë u shfaq edhe krimi i parë kibernetik më i organizuar. Pra disa hakera filluan të futeshin në sistemet bankare në universitar, pra në universitete në qeveri, dhe jo vetëm për të testuar pra kufijt, por dhe për të marrë informacione ose përfitime. Kjo bëri që qeveritë të fillonin të krijonin pra ligjet e para për sigurinë kompjuterike dhe mbrojtjen e të dhënave. Është ajo që e përmendëm pak më parë që është cënimi i privatësisë. Po. Jo vetëm të qeverive dhe të institucionit ku ti e ke hakeruar, por dhe të gjithë popullsisë. Dhe kështu në fakt në vitin 1990, me lindjen dhe me përhapjen e internetit, hakerimi u zhndrua në një fenomen global. Interneti lidhi kompjuterin nga gjithë bota dhe kjo hapi jo vetëm mundësi të pafundme, por edhe shumë rreziqe të reja. U krijuan komunitete online, forume dhe grupe ku hakerët ndanin njohuri, mjete dhe teknika. Në këtë periudhë u bë dhe ndarja më e qartë mes white hat hackers ose hakerët me kapele të bardhë, të cilën ndihmonin në sigurinë e sistemeve, dhe black hat hackers, hakerët me kapele të zeza, të cilët shfrytëzonin dobësitë për qëllime të paligjshme. Me kalimin e viteve, hakerimi u bë gjithnjë më i sofistikuar, pra nga sulmet e thjeshta në sisteme kompjuterike, u kaluar në sulme komplekse ndaj rrjeteve globale, kompani të madhe, madje dhe institucioneve shtetërore. Dhe kjo e theu sigurinë kibernetike në një nga pra që është një nga fushat më të rëndësishme të teknologjisë moderne. Madje mbaj mend që vijnë shumë shpesh në rrjetet sociale mesazhe nga persona të cilët ja u kanë vjedhur profilin e tyre, ja u kanë hakeruar, dhe thonë që do të vijë një kod në telefon dhe hyr te ky linku që të më votosh për X gjë, që të jem kështu, dhe një njeri që nuk është se ka dhe shumë informacion, duke qenë se i vjen nga një njeri që ai e ka friend, e nje, dhe thot, po ja dërgoj kodin se çfarë do më ndodh, nuk është se do më bëj ndonjë gjë të madhe, por faktikisht këto janë hakerat të cilët e kanë hakeruar sistemi dhe po përpiqen të vjedhin dhe ty tashmë profilin dhe të dhënat e tua. Dhe është vërtet shumë e vështirë për të dalluar këto raste. Në fakt, përveç momentit kur konkretisht të telefonon më vonë personi tjetër dhe të thotë që hej, nuk jam unë. Po vërtet dëgjoj se bëre gabim që e dërgove se mua ma kanë vjedhur. Dhe shpesh herë dalin edhe njoftime në internet në platforma të ndryshme që thon kujdes nëse të vjen ky mesazh, sepse është një sulm, një hakim. Dhe pastaj pasojat për ta marrë, nuk është çështja vetëm për ta marrë back si profit, pra për ta marrë mbrapsht. Se atje hap një të re dhe nuk është shumë problem, po problemi është për të dhënat që ti ke hedhur për ta hapur. Dëmi është bërë. Dëmi është bërë tashmë, nuk është çështja thjesht të marrësh profilin e rrjetit social se. Po. Po, i ke të gjitha. Ne mund të përdorim për qëllime absolutisht që ne nuk dhe na shkon mendja. Po. Ndonjëherë. Por si gjithmonë, çdo gjë ka si anën e saj pozitive, ashtu dhe negative. Dhe sot hakerimi nuk shihet vetëm si diçka negative. Ekziston një industri e tërë e quajtur ethical hacking ose siguria kibernetike, siç e njohim ne më thjesht, ku profesionistët testojnë sistemet për të gjetur dobësi dhe për të mbrojtur ato nga sulmet reale. Në këtë mënyrë, trashëgimia e hakerëve të parë vazhdon ende, por në një formë shumë më të avancuar dhe më të rregulluar, më të kontrolluar. Po, dhe kam vënë re që po bëhet më e kontrolluar se çka që më përpara. Dhe madje janë edhe këto tashmë që kanë për të gjitha rrjetet dhe platformat dhe këto two-factory authentication. Po, që kërkojnë edhe një kod ekstra përveç passwordit, dhe mendoj se është një zgjidhje deri diku e përshtatshme. Se po mos pate kodin ose më duket kanë filluar dhe tashmë me mund të vendosësh dhe fytyrën tënde, nuk
nuk e di, nuk jam shumë e sigurt, por sa vjen dhe po evolon dhe siguria është bërë dhe parësore tashmë me evolumin e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Dhe është shumë e rëndësishme në fakt që të bëhet ky që the ti autorizimi po me 2 faktor, sepse vërtet është ajo mënyra se si mund të jesh më i sigurt në ditët e sotme. Sepse është dhe diçka me këta autorizimin që personi vendos të dhënat e tua në qoftë se ti ka marrë dhe do ta vjedhi, ama në qoftë se ty nuk të vjen kodi dhe ti nuk je duke u loguar për shembull tek ajo platformë, do thuash me veten pse po më vjen ky kod në telefon. Dhe i kupton dhe në moment mund që ta ndrosh fjalkalimin tënd, mund të krijosh një të ri dhe në këtë mënyrë platforma, akaunti, llogaria jote është direkt i sigurt. Po. Në thelb, historia e hakërimit pra është historia e kuriozitetit njerëzor për të kuptuar sistemet deri në fund. Ajo filloi si një formë eksplorimi, u shndrua pra në një fenomen global dhe sot është një nga shtyllat kryesore të botës digjitale. Dhe nuk e dim se ku do shkojmë, por shpresojmë që të përdoren gjithnjë dhe për mirë dhe jo për keq. Dhe pikërisht këtu qëndron gjithmonë ajo që ne themi që çdo gjë e re që mund të dalë në treg, gjithmonë do ta ketë si anën e saj pozitive, ashtu dhe anën e saj negative. Dhe është e rëndësishme që të kontrollohet negativja dhe të mos bllokohet e gjitha, që në mënyrë që edhe ana pozitive të jetë akoma e pranishme për të gjithë njerëzit, thjesht të kontrollohet aspekti negativ. Dhe të edukohemi dhe të mësojmë dhe të lexojmë ndoshta diçka më shumë dhe të lexojmë ato rregullat dhe kushtet që nuk i lexojmë asnjëherë. Që kanë për të ndjerë dhe vetë më të sigurt, sepse është edhe një gjë që pa teknologji, ne e përmendëm dhe në emisionin e sotëm me Marino, që pa teknologji nuk është zgjidhje që dhe ta ndalojmë fare. Po, nuk është zgjidhja që ta ndalojmë, sepse është pjesë e jetës, ka bërë revolucionin e saj dhe siç e thash dhe unë, nuk mund të kthehemi mbrapsht në kohë. Duhet të evolojmë, të ecim përpara në vend që të bllokojmë ato gjëra që ne vërtet po na çojnë më përpara në ditët e sotme, pavarësisht se mund të kenë ato problematikat e tyre. Po, shumë e vërtet. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Shpresojmë që të jeni kënaqur me ne deri në episodin e radhës. Mirupafshim. Mirupafshim.